Stadiumi Gratksi Dubočica në Leskovac u përzgjodh për të luajtur ndeshjen mes Serbisë dhe Shqipërisë më 11 tetor 2025. Duel ky që vlen për grupin K kualifikues të Kupës së Botës 2025, e projektuar fillimisht në Beograd, frika nga huliganët bëri që Federata Serbe e Futbollit t'i kërkonte FIFA-s zhvendosjen e ndeshjes, gjë që u miratua edhe nga FSHF-ja. Stadiumi në Leskovac është shtëpia e klubit të futbollit Dubočica. Stadiumi përbëhet nga 4 tribuna me një kapacitet total prej 8.136 vendesh. Stadiumi u hap për herë të parë me 21 gusht të vitit 2023. Ndeshja e parë ishte ajo e ligës së parë serbe në sezonin 2023-2024 midis ekipit vendas Dubočica dhe Novi Sad, që përfundoi me fitoren 2-1 për vendasit. Gjatë sezonit 2023-2024, stadiumi priti ekipin e Beogradit Čukarički për ndeshjet e tyre europiane, pasi stadiumi i tyre në shtëpi nuk i plotësonte kërkesat e UEFA-s. Ata luajtën ndeshje kundër Olympiakos në raundin play-off të Europa League dhe kundër Fiorentinës, Ferencvarosh dhe Genk në fazën e grupeve të Europa Conference League. Së fundmi ky stadium është bërë edhe shtëpia e kombëtare serbe të futbollit në disa takime, me drejtuesit që shprehen se ekipi aty është më i qetë larg nga huliganizmi i Beogradit. Stadiumi ndodhet në jug të Serbisë dhe është afro 100 km larg nga kufiri me Kosovën. Aeroporti më i afërt me stadiumin është ai i Nishit, rreth 45 km larg.